Aksidentet në rrugën e Arbërit janë të shumta dhe disa pika janë kthyer në problem shqetësues, veç zonave problematike në dalje të qytetit të Bulqizës dhe në afërsi të qytetit të Peshkupis, edhe mbi urën e njohur si ura e Vashës ka patur disa aksidente. Më i fundit ka qenë orët e parë të kësaj trajtje kur, siç njofton policia, një automjet është përplasur me bordurën anësore të rrugës duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe dëmtim të drejtuesit të tij. Por ky nuk është aksidenti vetëm në këtë orë, shpesh automjetet përplasen me barierat metalike apo bordurat e betonit, teksa kalojnë nga njëra anë në tjetrën. Jashtëkamras drejtues automjetesh thanë se shpesh ndriçimi mbi urë nuk është funksional, e po ashtu edhe sinjalistika fosforeshente nuk është ajo që duhet. Ata mendojnë se këto dy janë shkaqet më të shumta të aksidenteve që zakonisht mbi këtë urë ndodhin gjatë natës. Numrin e lartë të aksidenteve mbi këtë urë tregojnë edhe shenjat e lëna nga automjetet të cilat kanë dëmtuar mbrojtëset anësore dhe bordurat e betonit. Për shkak të strukturës, pasi të dyja hyrjet e urës janë nga daljet e direkte të tuneleve, shpesh drejtuesit e mjeteve përballen me befasi.